Vjedhësit e makinave dhe falsifikuesit e patentave do ta kenë të pamundur të vijojnë më tej aktivitetin e tyre pas hyrjes në fuqi të një projekt ligji që ka mbërritur në kuvent. Drafti i ri synon aderimin e Shqipërisë në Traktatin për Sistemin Evropian të Informacionit për Automjetin dhe lejen e drejtimit, i cili u ofron mundësinë vendeve evropiane të shkëmbejnë informacione për regjistrimin e mjeteve dhe të drejtuesve të tyre. Sistemi nuk është një bazë të dhënësh, por një mekanizëm shkëmbimi, i cili lidh regjistrat e mjeteve dhe drejtuesve të tyre të autoriteteve përkatëse të palëve. Sipas gazetës shqiptaria.com, qëllimi i Sistemit Evropian të Informacionit për Automjetin dhe lejen e drejtimit është të sigurojë që regjistrat qendror të automjeteve dhe lejet e drejtimit të jenë të sakta dhe të sigurta, të ndihmojnë në parandalimin, hetimin dhe ndjekjen penale të shkeljeve ligjore të shteteve individuale në fushën e lejeve të drejtimit, regjistrimit të automjetit dhe mashtrimeve e krimeve të tjera në lidhje me automjetet.